paqin ku marshin, mos paqin ku qofshin. Kjo dëshirë është shprehë në shoqërinë tonë kur ka dashur me mallku dikën që ka marrë diçka nga një shtëpi pa lejen e pronarit. Këto fjalë na bojnë me kuptu që mallkimi si dëshirë ka jetu gjatë në shoqërinë tonë. E keqja është se nuk janë mallku vetëm hajdutët, njerëzit e largët të cilët e kanë dëmtu dikën, por mallkim janë përfshi edhe njerëzit e afërt. Ka pas nana që i kanë mallku fëmijët e tyre, pa qenë të vetëdijshme për rrezikun që mund të vijë si pasojë e mallkimit. Ato nuk kanë menduar që mundet me qëllu koha kur pranohen lutjet edhe ju pranohet mallkimi. Sigurisht që nuk kishin dashur me të vërtetë që më ju pranuaj mallkim. Po në fakt mallkimi mundet me e godit fëmijën edhe mas 30 vjetë jetë. Kjo shprehi e keqe thellohet edhe ma shumë, kur elaborohet e kur kuptohet që nanat shqiptare, disa, e kanë pas shprehi me i lëkund shamit prej kokave edhe me lëviz nga vendi kur e kanë mallku dikën. Krejt kjo për me e fuqizua akoma ma shumë këtë lutje. Kur njeri u mallkon, jo vetëm që rrezikon me godit në kohën kur pranohen lutjet edhe me ju pranu mallkimi, por rrezikon shumë për faktin që nëse i mallkuari nuk e meriton, lutja kthehet edhe të godet ty. E unë po shpresoj shumë që e kemi te i kalu këtë nivel të vetdijes, edhe mallkimi si dëshirë nuk jeton më në shoqërinë tonë. Sa herë që dikush dëgjon një mallkim, ndihet keq, sepse energjia që përcjellet është negative. Nga përvoja e jetës, më ka ra me i dëgju këto lloje të mallkimit. 700 dreqën të hangshin, reja të vraft, kur ditë mos pafsh, me krynja stik hangsh. Po ty i dashur shikus atë karana i herë me dëgju dikën të mallku, duke shpresu shumë që nuk kemi më njerëz në shoqërinë tonë të cilët mallkojnë, të shpresu edhe ma shumë që këtë nivel të vetdijes e kemi te i kalu, duke shpresu që jemi bërë njerëz pozitiv edhe dëshirojmë vetëm mirësi edhe lutemi për mirë, unë ju falenderoj edhe ju dëshiroj shëndet e mirësi deri në takimin tjetër.